duke të bekuar edhe njerëzit e fesë. Kur ti vërteton që këtë lidhje seksuale e ke për të trashëguar një familje me virtyt, një fron, një shtet, një kom, nërsa këtu po flas me shumë sinqeritet, rinia shqiptare, që është shumë e mënçur, shumë e bukur, më e bukura në botë. Di 2 gjuhë minimumi, anglisht e italisht. Nuk gjen dot punë. Edhe në vend që unë ta them diku gjetë këtë, po e them këtu, për ju dhe për gjithë shqiptarë. Rinia shqiptare nuk dashuron, kur vëron. Faleminderit. Kalem tek një argument tjetër, po. Ilira Ademi, student, unë zoti Dagin do t'i drejtojmë prapë. Po. Gati. Dhe në kontekstin e kësaj që thatë, mos thoshta seksi sot ka nevojë për poezinë pak më tepër, pa se ul shumë në terma teknik dhe terma mjekësor. Mekanist thot. Se kur bën shumë mekanik. Bie në nivelin ka nevojë pak për feeling, për ndjenjë, për dhe një nivel vetëm qefi, atëre nuk të del koha as për të mbrojtur dhe nuk të mjafton një lidhje serioze e vetme. Prandaj po them, mos thoshta ka nevojë seksi sot për një farë poetizimi dhe hynizimi, duke qenë se ju përmendët Kur'anin, për ta ngritur një nivel më të lartë, duke qenë se edhe përmendet që 90% e kënaqësisë seksuale është e lidhur me ndjenjen shpirtërore. Që të fisnikrohet seksi, duhet minimizuar epshi. Që të minimizohet epshi, duhet të lind hishëm ndjenja. Që të lind hishëm ndjenja në këngët shqiptare dhe tallavat, në këto pocaqit që unë dëgjoj edhe më dhëm shpirti, fiton çmimin parë në festival të një qyteti shumë afër me Tiranë, një grup kompleks qunash të palarë që në vitin 8 para Krishtit, mos në shqit pordh, mos në jafut kot, vajza si ti ka durë si plot. Fyrje i femrës, e kësaj bukurie magjike. Mu nuk më ka bërë zlot makina, shpirti dashur. Mu më ka bërë nëna ime, Shqipja. Unë kam një vajzë, kam një motër, kam një bashkëshorte, kam këto dyja, kam ju tjerave që jeni shumë të mira, mashkulli shqiptar, që të fisnikroj pikërisht këtë gest final që është toksor në fund të fundit, duhet ta ketë poezinë në korteks. Çfarë poezie mund të ketë një mashkull i cili për nesër nuk e di garancinë financiare, një femër e cila për nesër nuk e di a ja dredh, po ta ketë burrin shef, drejtor, zës ministër apo ministër, a ja dredh me sekretarën e MZDNC-n, dhe ajo që është me dhimbshme, unë kam një kontrapyetje për ju. Në gjimnazet e Tiranës, sa përqind e pedagogëve kanë dashnore nxënëset? Ishte pyetja. Ska statistikë. Ndoshta më shqetësuese është, pra, më shqetësuese është çfarë fryme transmetojnë këta se sa. Mirë, kalojmë tek një argument tjetër, është shma. Hajde një argument tjetër se ky u sqarua. Po s'ka shifra tani. Vetëm t'i shkojmë si fiksi, siç e the ti, nga mbrapa. Ti vëmë gjoba. Përshëndetje, unë doja të kaloj pak nga ana mjekësore dhe nga ana e smundjeve. Nuk u prezantova, po Mela Qefoku, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik. Desha sjellja një fakt që për mua unë e shoh shumë të mëshëm dhe shqetësues, ulja e moshës mesatare tek femrat për të kryer seks. Në moshën 16 vjeç, duke qenë se deri pak më parë ka qenë 18 vjeç. 16 vjeç pa fillon. Nuk përjashtoj edhe rastet kur kjo moshë është edhe më e vogël, që në 8 vjeçare, 13-14 vjeç. Nuk di sa të pranishme janë aktivitetet që sensibilizojnë dhe ndërgjegjësojnë fëmijët, sidomos fëmijët, për shëndetin e tyre, për të ruajtur shëndetin dhe sidomos mos flasim pastaj për traumat pas marrëdhënieve seksuale që janë të tmerrshme. Nga shoqëria mbase ose edhe thjesht nga mjekët. Kemi doktorin këtu pikërisht për. Është doktoresha. Ndoshta Ida mund të jetë më e përshtatshme. Unë do thoja këtë, mesazhi do ishte ky që tendenca, ajo që kemi parë në perëndim dhe që po e shohim edhe në Shqipëri, sepse po ndjekim të njëjtat modele, është që të ulet mosha e debutimit seksual. Ky është një fakt. Pra, ky është një fakt. Për këtë pastaj duhet që sociologët të ulen ajo që unë personalisht e mendoj që do thoje seksuale a përputhet ulja e moshës sa po do e thoja, pra që
tendenca është që pjekuria në vetvete, puberteti po ulet, pra është një dhënë fiziologjike, që vjen nga shumë faktorë, fiziologjik, psikologjik, social. Është interesante që sot femra përjeton mesatarisht menarkën, pra menstruacione parë moshën 10 vjeç, ka qenë 13 para 2-3 dekadësh. Kështu që është dhe ky trend. Pra, një mesazh që e kam thënë në ambiente kështu shoqërie që ne na mungojnë shumë gjëra, por flas për kolegët tanë që janë sociolog, ka nevojë kjo shoqëri për studime të mirëfillta, ato që i kemi parë edhe në për filma, ato studime që janë bërë vitet 50-60 në perëndim, që çfarë po ndodh me këto lloj modelesh sociale, çfarë mendon sot rinia, një person, nuk janë të lehta për të bërë, nuk janë. Por doktor, janë bërë dhe disa studime dhe këto konkluzionet e këtyre studime janë dhe bërë dhe publike dhe nuk është bërë asnjë gjë për to. Nuk po them që s'janë bërë studime. Janë bërë studime nga Instituti i Shëndetit Publik, bën vazhdimisht. Ideja është që unë kam qenë pjesë e shumë për atyre studimeve. Ideja është që duhet dhe follow-upi absolutisht, edhe implementimi. Por mesazhi do ishte ky që pra puberteti po ulet. Pra ky është e vendos, ky prag i ulet fiziologjik e vendos adoleshentin, femrën edhe mashkullin para një sprove të madhe që të bëj seks. Dhe risku fiziologjikisht është që një adoleshent, një vajzë në pubertet, nëse bën seks, ka risk që shumë të mëdha, kjo me probabilitete, me shkencën e probabilitetit që të bëj, të marrë infeksione, më kollaj, pra e merr më kollaj një klamidia apo një gonore, sepse jo gjithmonë kur ekspozohesh në një infeksion i smurës, sepse ashtu po të ishte kështu natyrë do ishte bërë hataja, pra risku është më i madh në pubertet. Ky mesazh duhet transmetuar që duhet të rritet mosha e debutimit dhe ato që tham ndoshta, prandaj ajo përqasja abstinencë, besnikëri, kondom duhet të jetë ndoshta abstinencë për moshën e pubertetit. Modeli besnikërisë për një moshë më të rritur dhe pastaj kondomi për ato që nuk i përqasin këto të dyra. Ka rënë dhe gongu i këtij raundi të tretë, kemi mbyllur raundin e tretë, hidhemi më njëherë në raundin e katërt, që do të jetë raundi votimit ku juria do të japi verdiktin e saj. Kemi mbritur në raundin e katërt, që është dhe raundi i votimit. Juria do t'japi verdiktin e saj dhe çështja është, a bëhet në vendin tonë seks i mbrojtur apo jo? Ftoj juri në votim? Nga votimi del që vetëm një është pro ides që në Shqipëri po bëhet seks i mbrojtur dhe pjesa dërmuese është kundër. Pra, verdikti është që në vendin tonë nuk bëhet seks i mbrojtur dhe mesazhi që ne japim nga ky studio është se vërtet duhet bëhet një seks i mbrojtur për të shmangur ato probleme që ne diskutuam dhe për cilat polemizuam gjatë gjithë këtij minutazhi në bardhëzi për smundjet që janë seksualisht të transmetueshme. I ftoj të ftuarit në një mbyllje përfundimtare, në një merak përfundimtar lidhur me temën. Silvan? Poligami, monogami. Seks i mbrojtur i pambrojtur. Seks i mbrojtur, seks i pambrojtur në një lidhje të qëndrueshme. Monogame për efekt të një lumturisë totale. Po. Në jetën seksuale të çiftnit. Po. Dhe seks i mbrojtur në lidhjet poligame. Po. Edhe duke referuar asaj se çfarë pam, është vërtet që në Shqipëri akoma nuk ka një seks të mbrojtur. Edhe studimet që janë bërë së fundmi tregojnë që ka akoma një nivel shumë të ulët të përdorimit të metodave kontraceptive. Ka një raport më të lartë për sa i përket përdorimit të kondomit, duke qenë se është një metodë që si thua ka patur edhe fushata të ndryshme mediatike ose nga organizatat e ndryshme jo qeveritare. Jam shumë dakord me atë që thanë pikërisht studentët për sa i përket informimit. Mendoj që duhet filloj që me fëmijët, që kur ato janë si thua në kopësht, edukimi në shkollat nëntëvjeçare e mëtej. Shoh vetëm disa si thua ndërhyrje që janë sporadike ose të fokusuara në zona të caktuara dhe nuk ka një informim si thua të gjithë të rinjve apo të gjithë fëmijëve për sa i përket çështjeve që kanë bënë me seksualitetin. Doktor. Atëherë, unë do të thoj natyrisht që unë jam për variantin e dytë, nuk është i kollajt, është kollaj për ta thënë, por
implementimi është i vështirë, pra këto mesazhe dhe këto masa që ne marrim në rang global, kur flas global them në rang shoqëria, po sa përkthehen dhe sa përfundojnë tek individi dhe tek sjellja e individit, tu është gjithë shkenca. Tu është gjithë vështirësia. Pra, sa u mbasim ne gjatë rrugës për të mbërritur tek, do thojë që duhet jemi inovativ, duhet të mësojmë gjë që ne nuk e kemi treguar si shqiptar, duhet të mësojmë nga eksperiencat, nuk mësojmë, ka modele që kanë dështuar, ka modele që vërtet kanë qenë suksesshme, duhet mësojmë nga ato. Agim, të lutem, se jemi në presionin e kohës. Neve më duket se ngelemi gjithmonë vetëm në nivelin e informacionit dhe që të ndryshosh, si thua qëndrimet dhe të veprosh, si thua përdorësh metodat, kërkon si thua një periudhë më të gjatë ndërhyrje. Të rinjt kanë informacion, më të madhe, të rinjt kanë informacion, por nuk i praktikojnë të fjellë e informacione që kanë. Një fjalit fundit për çështjen në diskutim. Cile ishte? Seksi mbrojtur apo i pambrojtur? Ornella, një miku im nga Veriu më ka thonë, Agim mos ta ndhin hiç, jemi bë antar të NATO-s, s'na bën kur gjë as i lloj smundje seksuale. Po rrjeti tash di se kjo është temë shumë interesante, edhe nuk bëhet me 4 veta, me atë artistin dhe me ju që jeni shumë femër e bukur. Bëhet me njerë kështu, ne jemi NATO të ashtu aty, s'kemi frikë nga asgjë. S'na gjendje, nuk kemi kohë. Ornel, më lejo vetëm një frazë të lutem, sepse ka të bëjë me seksin, ka të bëjë me dashurinë, me moralin. Ishte gjë e bukur, më pëlqeu një pyetje andi nga auditori. Seksi dhe dashuria. Të mos ta ndajmë seksin nga dashuria. Vetëm ajo na lumturon. Këtë ishte mesazhi më i bukur. Avokat, fjalia e fundit. Unë shumë shkurt do them një mbroni fëmijët tuaj, pyesni specialistët. Të dashur teleshikues, sot në studion Bardhazi diskutuam një çështje që ishte vërtet e mpret, a duhet të kryejmë seks të mbrojtur apo jo? Përgjigja e shkencës është që duhet të kryejmë një seks të mbrojtur. Realiteti na dëshmon të kundërtën. Natyrisht debati për këtë temë vazhdon. Unë ju them natë e mirë dhe mirupafshim në debate tjera.